Se kuptoj tani çfarë? Ne do bëjmë konceptin në vezë. Për shembull, e ina... Atere, si që shifni, këtu keni këto nuse pashkët, që do të thot jemi në pashk, me pak fjalë, keni këto, keni për të pikturuar këtu. Sa mirë. Ndale ta shoh Egli çat ka rënë. Po ty si... Po, dhe pastaj të shporta keni dhe zbukurime të tjera të vogla, Unë duhet të bëj një vezë që mund të shifni këtu. të rritur nga një pul në fshat, në fermë. Si ke ti? Unë kam austriakë holandeze, Lohman. Ja ta shoh. S'ka pargjë. Vezë e prodhuar nga pula të rritura në një fermë sa një mini fshat, 70.000 m2 larg zonave të banuara, për të shmangur hyrjen e infeksioneve të ndryshme në fermë. Atër, unë e kam vezë prodhuar në një pulari me eksperiencë mbi 20 vjeçare, e cila sillet kryesat e çdo familje shihen e jashtëzakonshme të vezëve të freskëta të cilësore të ndeshme. Lexoj edhe një herë si e ke ti? Ti lexojmë të gjithë? Vezë prodhuar në një pulari me eksperiencë mbi 20 vjeçare, pra është e moshuar, e cila sillet kryesë e çdo familje shihen e jashtëzakonshme të vezëve të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme. Tani se cili me aty që lexon, unë e kam vezë e cila të verdhën e vezës e ka në formë ombrelle të lartë 1.6 cm me ngjyrë të verdhë në të kuqe. Ti e pas ke më specifikuar. Po pra. Unë e kam vezë prodhuar nga pula shumë të shëndetshme, të cilat janë të rritura në një fermë me rregulla shumë strikte të dezinfektimit dhe sterilitetit për të parandaluar infeksionet dhe gripin e pulave. Ti pas ke kafaz. Po ti? Vezë prodhuar nga pulat, të cilat jetojnë në kapanone me kafaz të hapur, me kushte perfekte natyrore për zhvillimin dhe mirëqenien e pulave. Ti jashtë kafazit unë brenda nga kafaz. Verdhën e vezës e ka në Këtë konceptin që ke këtu, do e zhvillosh në vezë. Do e pikturosh vezën. Do ta bëjmë me kapele komandante. Okej, vezët o vital i keni këtu,